Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i hënë 23 qershor 2025. Dashi. Nëse jeni duke përjetuar pa kënaqësi nga një dashuri apo edhe një ndarje, tani gjërat po kthehen në favorin tuaj. Situatë e trishtuar në familje, por ju e dini se si të veproni me sukses. Demi. Kohët e fundit keni përjetuar një lloj ndryshimi zemre që ka ndikuar në jetën tuaj. Mos e lini të sigurtën për të pasigurt. Binjakët. Lajme të mira pune përpara disa muajve të ardhshëm. Do të keni një mundësi të shkëlqyer për të hipur, ndaj ata që janë në çift dhe duan të martohen, duhet të fokusohen në rrugë afatgjata. Gaforja. Keni bezdi që mund të tejkalohen lehtë. Një person mund t'ju bezdisë dhe nuk jeni të kënaqur me mënyrën se si të tjerët sillen, ju jeni kritik ndaj të gjithëve. Luani. Kjo ditë sjell disa shqetësime në shtëpi. Nëse e gjykoni si duhet të keni guximin të prisni. Virgjeresha. Për të arritur një qëllim të lidhur me shtëpinë, me një projekt që keni në mendje, do të duhet të prisni, por nuk duhet të dekurajoheni. Perspektiva të reja në dashuri nëse jeni beqar. Peshorja. Në këtë periudhë mbërrin një lajm i mirë, pas një krize ose një ngadalësimi në punë fillojmë përsëri me më shumë vendosmëri, më shumë shpresë. Problemet nuk duken të vështira për t'u zgjidhur dhe gjithashtu mund të harroni një nevojë të bërë kohët e fundit. Ndryshimet në shikim. Akrepi. Ekziston një gjendje e fortë e agjitacioni, sepse padyshim që ka shumë afate ose tensione në familje. Disa pengesa të vogla kalimi do t'i japin vetëm pak stimul temperamentit tuaj, i cili nuk dëshiron të mbetet kurrë shumë rehat për një kohë të gjatë. Shigjetari. Mezi prisni që një angazhim që keni marrë të marrë fund, ju jeni në polemik me disa njerëz. Le të themi se në këtë ditë duhet të keni kujdes në marrëdhëniet profesionale. Diskutime me një antar të familjes. Britsjapi. Kjo ditë është shumë e veçantë, sepse përballë një dëshire të madhe për të ndryshuar, ka bloqe që vijnë nga situata apo njerëz, por edhe punë që kanë një farë ngadalësimi. Ujori. Kujdes me paratë, nuk e përjashtoj mundësinë që dikush të ketë ende nevojë të zgjidhë një problem ligjor apo financiar që ka disa vite që po zhvillohet, por jemi pothuajse në gjysmë të rrugës, dashuria po. Peshqit. Jeni mjaft të pavendosur në dashuri, por mos hiqni dorë nga një njeri vetëm për arsye të parëndësishme. Diçka në lidhje me drekën do t'ju bëjë nervoz. Për sa i përket punës, vijnë mundësi të mira dhe gjëra të reja. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.